neve lexuam nga Psalmi 111 është dhe teksti ku neve do të bazohemi sot, në fakt janë dy vargje, vargu 2 në veçanti dhe vargu 3, që flasin për veprat e madhështore të Perëndisë. Vargu 2 thot, të mëdha janë veprat e Zotit, të kërkuara nga të gjithë ata që kënaqen me to. Po të shikojmë në realitet, pra veprat e Perëndisë janë në të vërtetë madhështore. Nëse neve do të kthejmë shikimin ton nga krijimi, neve do të shikojmë që nga natyra pra është një lloj qetësie, një lloj paqe që të gjithë njerëzit randin edhe t'i kërkojnë. Për shembull, perëndimi i diellit është shumë i bukur. Edhe pse piktorët janë munduar që ta pikturojnë, edhe pse neve kemi ato kamerat e mira tani që t'i bëjmë fotot sa më të bukura e video të kështu me radhë. Por ka një lloj, si të thuash, ka një lloj ndjesie tjetër kur ikën dhe e shikon vetë kur je përpara një perëndimi dielli. Ku je në natyrë, ka një lloj qetësie, ka një lloj paqe që ti e gjen vetëm kur ndodhesh atje. Foto është thjesht një kujtim, një memorie që neve mund ta kemi në mendje, por edhe shikojmë edhe kam qenë dhe këtu. Por është tjetër pra ta përjetosh ato. Gjithashtu neve do të shikojmë, do të fokusohemi në fakt të 5 veprat e Perëndisë, Perëndia ka shumë, por 5 veprat e Perëndisë që na bëjnë neve të mendojmë, besoj. E para është krijimi i tij që sapo e përmenda pak, e dyta është jo pak e rëndësishme është fjala e tij. Keni vënë re nëse ti mediton tek fjala e Perëndisë, lexon ose kur shpeshherë kur mundohem që të memorizoj ndonjë varg që më godet, që më pëlqen më shumë, është çështje e momentit, domethënë se nuk është se kam ndonjë të preferuar tek Bibla, më pëlqen, por është çështje e momentit, çfarë je duke menduar, çfarë je duke përjetuar në ato momente, edhe kur e lexon një varg, ai çoku të godeti çik më shumë. Edhe unë kur mundohem që ta mësoj përmendësh atë, edhe kur meditoj tek fjala e Perëndisë, është një lloj kënaqësie, është një lloj paqe që nuk mund ta përshkruash me gojë, por vetëm e gjen aty. Kemi gjithashtu shpëtimin e tij, një vepër madhështore e Perëndisë. Pra do të shikojmë këtë gjë pra, si një vepër madhështore e Perëndisë është shpëtimi. Pse është i rëndësishëm shpëtimi për ne? Neve gjithkohës flasim për shpëtimin dhe na ndihmon, na kujton një vepër kaq të madhe që Perëndia ka bërë për ne, që ka siguruar shpëtimin. Edhe pse njeriu u larguan në mëkat, përsëri Perëndia krijoi një mënyrë, një rrugë që njeriu të kthehet në shpile, them. Gjithashtu një vepër e madhe është kisha e tij, jemi ne pra, jemi ne motrat dhe vëllezërit që mundohemi të qëndrojmë së bashku. Perëndia në momentin që neve kemi marrë Jezusin si shpëtimin ton, kemi veshur Jezusin, Perëndia na ka dhënë gjithashtu dhe dhuratën e Frymës së Shenjtë. Kjo na bën atë lidhjen që është për te të shpjeguarit tonë. Është një lloj lidhje, është një lloj ndjesie, është një lloj paqe, është një lloj qetësie që ti e merr kur jemi bashkë. Premtimi i tij, ne gjithashtu në veprën, në fjalën e Perëndisë ne kujtohemi për premtimin që Perëndia na ka bërë. Dhe premtimi i tij është çfarë? Se një ditë do të jemi në prezencën e Perëndisë. Por ky është një krijim që Perëndia na ka dhënë, është një bekim shumë i madh. Ne kemi këtë lloj bukurie, këtë lloj pasurie natyrore që Perëndia na ka dhënë. Perëndia krijoi qiejt dhe tokën. Në fillim Perëndia krijoi qiejt dhe tokën, Zanahilla 1:1. Që në fillim Zoti ata deklarojnë lavdinë dhe punën e Zotit. Pra, gjithë kjo lloj dritarje, le të themi, që neve shikojmë deklaron dhe buçet thërret që Zoti e krijoi. Qiejt tregojnë lavdinë
e Perëndisë dhe kupa qellore shpall veprën e duarve të tij. Psalmi 19:1 dhe 2. Një ditë i flet ditës tjetër dhe një natë ja tregon tjetrës. Në fakt, cilësitë e tij të padukshme, thot Pali tek Romakët 1:20, fuqia e tij përjetshme dhe hynia e tij duke qenë të dukshme nëpërmjet veprave të tij që nga krijimi i botës shihet qartë me qëllim që ata të jenë të pafalshëm. Njerëzit do të vi dita, do të thonë unë s'kam dëgjuar ndonjëherë për Zotin. Unë nuk kam dëgjuar ndonjëherë për Krishtin. Po a ke dalë në natyrë? Po shikon gjithë këto bukuri? Apo i shijon? Apo kënaqesh? Po kjo është vepra e Zotit. Pali shkon akoma më tej tek Romakët dhe thot, Zoti do ta shkruaj ligjin e tij në zemrat e tyre. Që do thot edhe një që neve e konsiderojnë botës, ai e dallon se çfarë është e mira dhe çfarë është e keqe. Po nga e di ai këtë? Sepse Zoti i ka shkruar në zemrat e të gjithë njerëzve. Por pavarësisht se çfarë zgjedhin, por e di, Davidi vëri re bukurinë dhe formimin inteligjent që Perëndia ka. Psalmi 8 ka shumë vargje, po të rrish të lexosh ditë e natë. Kur mendoj qejtë e tu që janë vepër e gishtërinjve të tu, hënën dhe yje që ti ke vendosur, çfarë është njeriu që ta mbash mend dhe biri i njeriut që ta vizitosh. Psalmi 8, vargje 3 dhe 4. Çfarë është njeriu? Gjithë ky krijim kaq madhështor, ë? Disa mendojnë që kanë shkuar në, edhe po që do kohë shumë të gjatë që të shkosh në. Do një fuqi shtytëse shumë të madhe që të luftosh forcën tërheqëse, ë? Disa thonë që nuk mund të arrish të shkosh një herë. Por le të themi që ka shkuar, le ta vështrojmë me sy të lirë sa e madhe dhe madhështore është hare. Yjen, dielli, pra çdo planet që është vendosur, sikur e ke vendosur me dorë, sepse Zoti e ka vendosur me dorë. Janë kaq madhështore, edhe neve ndodhemi si ato grimcat e vogla në mes të këtij krijimi kaq të madh. Po çfarë që ka njeriu o Zot, që ti vjen dhe e viziton? Neve zbulojmë tek fjala e tij sepse ai ka një dashuri për ne. E vëjmë re pra që tek fjala e Perëndisë dhe shikojmë që punët e tij janë të mëdha. Davidi lavdëron dhe ngre lart Perëndin dhe thot, fjala e Perëndisë është si një ligj i përsosur tek Psalmi 19, vargjet 7 dhe 11 thot, ligji i Zotit është i përsosur, ai për të rinj shpirtit. Dëshmia e Zotit është e vërtetë dhe e bën të ditur njeriu në thjesht. Porositë e Zotit janë të drejta dhe e gëzojnë zemrën. Urdhërimet e Zotit janë të pastra dhe ndriçojnë syt. Frika e Zotit është e pastër, mbetet për jetë. Gjykimet e Zotit janë të vërteta, të gjitha janë të drejtë, janë më të dëshirueshme se ari, po, më tepër se shumë ar i punuar. Janë më të ëmbla se mjalti, nga ai që del nga hojët. Edhe shërbëtori yt mëson prej tyre, ke një shpërblim të madh duke i parë. Davidi thot, vetëm duke i parë, ti po shpërblehesh. Neve kemi një bekim kaq të madh që kemi fjalën e Perëndisë. Edhe fjala është e gjallë, fjala e Perëndisë që neve kemi. Prandaj neve përjetojmë një lloj paqe, një lloj qetësie, një lloj të ushqyeris shpirtërisht që ti nuk mund ta shpjegosh dot. Vetëm di që ti plotësohesh. Ti sikur thonë që pse thua ti që kur shkon aty qetësohesh, mledh mend e kopës. Pa qetësohesh atje, i nxjerr atë frymën negative, edhe e njëjta gjë, një lloj përjetimi të tillë vjen edhe kur ti e mbush shpirtin tënd me fjalën e Perëndisë, edhe çfarë ndodh? Ndodh që
kur ti e këtë, nuk ka më vend në frymën tënde për mendime të këqija, prandaj dhe ato largon. Prandaj dhe ti përjeton një lloj paqe, një lloj qetësie që nuk ka shpjegim që e bën që ta shpjegon se si ndodh. Por di që ndodh, unë besoj që gjithë ju mund ta pranoni këtë që është e tillë. Fjala e Zotit, thot Jezusi tek Gjoni 6, vargu 63, thot, është fryma që jep jetë, mishi nuk vlen asgjë. Fjalët që po ju them, thot Jezusi, janë frymë edhe jetë. A fjala e Perëndisë është e gjatë. Edhe në fillim tek Gjoni kapitulli i parë, nëse ta hapim, në fillim ishte fjala dhe fjala ishte me Perëndimin, fjala bëje. Ju ka shpëtuar goja, mund të ndodhej që edhe me njerëzit tuaj më të afër, njerëzit tuaj më dash. Neve kur shprehim një fjalë, një diçka, edhe ose kur na e lëshojnë tek ne, ose kur e lëshojnë tek të tjerët, ne vëmë re që ajo ka fuqi apo jo. Edhe mund të lëndoj, mund të huli, por dhe mund të ngrej. Pra mund të tregosh dashuri, mirësjellje, respekt, ose mund ta ulësh tafë ndoshta akoma. Imagjino fjalët tona, çfarë force kanë, çfarë fuqie kanë, çfarë impakti kanë, çfarë ndikimi kanë tek njëri tjetër. Imagjino tani fjalën e Perëndisë, që është jetë, është e gjatë, dhe Zoti si thot, ka fuqi të madhe. Pra, imagjinoni se çfarë jemi duke lënë pas dorë, edhe neve shpesh harrojmë çfarë është e rëndësishme dhe i vëmë vlerat, ajo çfarë nuk është e rëndësishme e bëjmë të rëndësishme. Ajo që është e paçmuar ne e bëjmë të çmuar. Atë që nuk është e shtrenjtë, ne e bëjmë të shtrenjtë. Pra i ndrojmë dhëmbët. Tek Pietri, e para Pietrit 2:23, vargje 23 dhe 25, thot për Jezusin. Fjalët e njerëzve nuk kishin fuqi tek ai, sepse thot kur e fyenin, nuk e kthente fyerjet. Kur vuante, nuk kërcënonte, por dorëzohej tek ai që gjykon drejtësisht. Kush gjykon? Zoti. Ai vet i mbarti mëkatet tona në trupin e tij, me drurin e kryqit, që ne, të vdekur për mëkate, të rrojmë për drejtësi. Dhe me vurratat e tij ju shëruan, sepse ju ishit si dele ndacake. Por tani ju kthyet te bariu dhe ruajtësi i shpirtrave tuaj. Është një fuqi kaq shumë e madhe që ka fjala e Perëndisë. Është një bekim shumë i madh nëse lexon nga fjala e Zotit. Vargu 1, Psalmi 1, vargjet 1 dhe 3 që kemi bërë. Lum njeriu që nuk ecën sipas këshillës së pabezëve, por ndjek këshillën e Zotit, që nuk ndalet në rrugën e mëkatarëve dhe nuk ulet bashkë me tallësit, por që gjen kënaqësinë e tij në ligjin e Zotit, pra në fjalën e Zotit, dhe që mendon thellë ditë e natë mbi ligjin e tij. Ai do të jetë si një pemë mbjellë gjatë brigjeve të ujit, që jep frytin e tij në stinën e tij, dhe të cilit gjethet nuk fishket. Pra janë jeshile sistemin e 12 muajt vitit. Dhe gjithçka bën do të ketë mbarësi. Neve shpesh rrekemi edhe mendohemi me gjërat e ditës dhe fokusohemi tek njerëzit. Edhe shpesh herë harrojmë se sa e rëndësishme është të vinë tek burimi i vërtet. Kur lexon fjalën e Perëndisë, të jep qetësi, të jep shpresë dhe të jep udhëzim. Ka shumë vargje, po të lexojmë tek e dyta Timoteu 3:16 dhe 17, thot çfarë është e rëndësishme që ta kuptojmë. I gjithë shkrimi, e gjithë fjala e Perëndisë, e gjithë Bibla është e frymëzuar nga Perëndia dhe i dobishëm për mësim, bindje, ndrejqje dhe për edukim me drejtësi, që njeriu i Perëndisë të jetë i përkryer tërësisht i pajisur për çdo vepër të mirë. Jo vetëm që është e rëndësishme dhe ka fuqi fjala e Perëndisë që të formojë dhe të ndikojë tek njeriu se si të jetojë në marrëdhënie me njëri tjetrin, por ka fuqi edhe në shpirt, edhe në frymë.
e bën njeriu ndryshme, i jep fuqi. Shpëtimi që Perëndia ka siguruar nëpërmjet Krishtit. Punat e Zotit pra janë të mëdha. Gjoni thot, vargu 29, të nesmen Gjoni e pa Jezusin që po vinte drejt tij dhe tha, ja qengji i Perëndis, ja shpëtimi, po, që heq mëkatin e gjithë botës. Dhe 3:16 që e kemi dëgjuar, e kemi diku aty, është ajo atje. Që thot, sepse Perëndia deshi aq botës sa dha birin e tij të vetëm lindurin që kushdo që beson në të mos u mbas për të ketë jetë përjetshme. Në këtë është shfaqur dashuria e Perëndis ndaj nesh, se Perëndia dërgoi birin e tij të vetëm lindurin në botë që ne të rrojmë nëpërmjet tij. Në këtë është dashuria, jo se vetë jo se ne e kemi dashur Perëndin, por që ai na ka dashur ne dhe dërgoi birin e tij për shlyerjen e mëkateve tona. Ne kemi marrë shpëtimin nëpërmjet dashurisë Zotit. Dhe kur bën pyetjen, që e bëri pyetjen Davidit tek Psalmi 8 vargje 3 dhe 4, ç'është njeriu thotë që ta vizitosh ti? E do kaq shumë. E keni vënë re sa lloj sakrifice neve bëjmë për njerëzit tanë më dashur? Prindri bën për fëmijë, kalon për te sakrificë shumë papa. Unë për vete nuk arrit do ta besoj, shpeshherë për forca e dashurisë që ka tek ne, dhe na shtyn të bëjmë gjëra që nuk e mendonim të bënin ne. Kjo është forca e dashurisë, edhe Perëndia e ka treguar këtë gjë më shumë se çdo gjë tjetër. Ka kaluar në një lloj sakrifice shumë të madhe. Të studiosh për shpëtimin e Perëndis të jep një qetësi për shpirtin. Pastaj është puna e Perëndis. Edhe ne do të shikojmë edhe kishën e tij. Punat e Zotit janë të mëdha. Ka shumë vepra, ka shumë gjëra. Që neve po shikojmë dhe neve mund të kemi harruar. Që po shikojmë sot bashkë dhe themi, wow, Zoti punon fuqishëm. Zoti thot për kishën e tij dhe thot me Pietrin, dhe unë po të them gjithashtu se ti je Pietri, thot Jezusi, dhe mbi këtë shkam unë do të ndërtoj kishën tënde dhe dyert e ferrit nuk do ta mundin atë. Mateu 16:18. Pikërisht me këtë varg, Jezusi tregoi Pietrit që ti e ke besimin, po nuk e ke të formuar akoma. Po mbi këtë besim që ti ke, unë do të ndërtoj kishën. Edhe mbi këtë besim që neve kemi sot, që vijmë, kjo është kisha e Zotit. Po të shëlet. Pietri, nëse ju kujtohet, Pietri ishte me Jezusin, ore ditën natë. U thonin flini edhe me një çadër. Jezusi kur lutej, kur u ngjit në mal dhe lutej, ai e mori në mal dhe Pietrin e zori gjumin. Pietri në momentin që u kryqëzua Jezusi, e mohoi Jezusin 3 herë. E tha, ore tha, unë do e shqy botën dyshta për ty. Edhe Jezusi qeshi tha, ti do mohosh 3 herë. Jo, tha çfarë thotë, larg qoftë për meja. 3 herë. Edhe si kujtes tha, gjeli do të këndoj, tha, që ti të kujtohesh. Kujto gjeli që këndoj dhe do të kujtohesh që më ke mohuar rrethis. Edhe Pietri qa. Imagjino pra, Pietri që ishte e ndoqi Jezusin, e pa me sytë e tij, e preku. Jezusi kur po ecte në ujë dhe Pietri tha, o Zot, të lutem më bëj dhe mua që unë të hesi në ujë. Dhe tha, hajde. Edhe i vajtu. Edhe pa, ku je këtu? Sepse besimi i tij iku largua. Edhe Jezusi tha, o besim pak. Që në momenti që ai edhe është interesante, po të shikosh vargun në Bibël thotë ai ishte i fokusuar tek Jezusi. Më shiko mua, tha Jezusi. Edhe në momentin që hoqi shikimin e tij nga Jezusi, u shkëput nga Jezusi. E njëjta gjë është dhe me ne. Neve kemi një lloj force, një lloj besimi që është përtej shpjeguarit, edhe po ta veni re, ti ke një lloj force, që ke një lloj besimi, një lloj këmbguli që thua, edhe pse ka probleme të pasgjishme, ti thua, unë besoj që doja dar. Po se si, nuk e di, po doja dar.
Edhe ti hes edhe shikon, në momentin që hul kokën poshtë dhe shikon problemet apo bëhet çka ka ndodhur, e ti dikur ajo has. U ka ndodhur? Besoj ka ndodhur me problemet të ndryshme që kemi. Por kur ti thua që un kam besim që do e ndjen është një lloj force brendshme. Zoti ja ka dhënë të gjithë njerëzve të tij që e kanë pranuar Jezusin në pagëzim. Ja ka dhënë të gjithë. Kur ti thua që un besoj që do ndodhe, e di që do bëhet, po se si nuk e di. Mua më ka ndodhur. Un besoj që do bëhet. Mos e vuli kokën poshtë. Shikoni vetëm drejt, sepse në ato moment ti po tregon një forcë shumë të madhe besimi, por në të njëjtën kohë po tregon dhe një forcë shumë të madhe dobësie sepse i ke besimin, e ke forcën tek Zoti. Në momentin që hulesh poshtë, e keni vënë re kur ecën në lartësi, që të gjithë thonë që hec mos shko poshtë, po te poshtë, morë mend. Ty pra. Pra, kur Zoti tregon me kishën e tij që është shumë e madhe, tregoni kujdes pra, për veten tuaj dhe për të gjithë tufën, në mes së cilës fryma e shenjtë ju ka dhënë një kujdestar, thot për drejtuesit, që të kullotni kishën e Perëndisë, të cilën ai e ka fituar me gjakun e tij, Veprat 20:28. Për drejtuesit është një lloj, një peshë shumë e madhe, por edhe për ju, edhe për kishën, edhe për besimtarët. Ne mendojmë që ai e ka punën, drejtuesi, në këtë rast Altini. Por dhe ju jeni drejtues në familjen tuaj, në kishën tuaj, në shtëpinë tuaj. E dini çfarë? Njerëzit, familja juaj kur shikon juve, shikon një lloj, si thua, një lloj force që Iksi, Ona, Mira, ajo disi, ajo le të shkojmë pyesim Mirën se Mira do ta japi zgjidhje, ajo disi ta bëj. Ata e kanë të lloj besimi, po ku e kanë gjetur këtë lloj besimi? Zoti ka shkruar në zemrat e gjithë secilit prej nesh që të zbulojë çfarë është e mira dhe çfarë është e keq. Po ku e gjen këtë lloj konfidencë? Tek fjala e Perëndis. Pra, a ja vlen fjala e Perëndis për të studiuar? Besoj se po. Me qëllim që të shikojmë, të lexosh Veprat, Efesianët, Kolosianët, mëson origjinën e përhapjen, natyrën dhe punën e kishës. Të nxjerrësh me pa thjeshtësinë në këtë rast me institucionet e sotme dhe dominimet dhe mbizotrimet e sotme. Premtimet e Zotit janë shumë të mëdha, por një nga ato më të mëdha është që ne do të jemi me Zot. Mos u mrekulloni për këtë, sepse po vjen ora kur të gjithë ata që janë në varre do të dëgjojnë zërin e tij dhe do dalin prej tyre, ata që kanë bërë të mira në ringjalljen e jetës dhe ata që kanë bërë të liga në ringjalljen e besimit, e dënimit, më falni. Gjoni 5:28-29. Ka shumë vargje që thonë këtë gjë. Ne dhe besojmë në ringjallje, ne besojmë që do të shkojmë tek prezenca e Perëndisë. Po për shkak të Krishtit, për shkak të shpëtimit që ai na ka dhënë. E një varg tjetër. Sepse, thot Perëndia, sepse ja unë krijoj qej të rinj dhe një tokë të re. Dhe gjërat e mëparshme nuk do të kujtohen. Nuk do t'i mbaj mend. Nuk do të kujtohen më dhe nuk do të vinë më në mendje, por ju gëzohuni dhe ngazëllohuni për jetë, për atë që krijoj, sepse ja, unë krijoj Jeruzalemin e ri për kënaqësinë dhe popullin e tij, për gëzimin e Zotit. Zoti ka një plan dhe premtimi i tij është që të jemi në prezencën e Zotit. A e besojmë neve? Perëndia do të ngjallë vdekurit. Ne mund të shkojmë qiellin e ri. Nëse ne vazhdojmë të themi unë e di që ajo do ndodhi. Unë besoj tek ajo gjë. Është shumë e rëndësishme që të reflektojmë tek premtimet e Zotit. Ne vetëm pam një glimt shumë të vogël të përgjithshme nga punët e manitshme të Zotit, siç u ishte edhe një herë pra krijimi i tij, fjala e tij, shpëtimin e tij, kishën e tij, premtimin e tij. Nëse nuk e keni bërë, nëse nuk keni paqe, nëse nuk gjeni qetësi, gjeni kohë që të shkoni tek fjala e Perëndisë. Reflekto në bukurinë, në modelimin e krijimit që Perëndia na ka dhënë ne. Lexo dhe medito
mbi shpëtimin e zbulesës së Perëndisë. Është shumë e rëndësishme. Të gjithë neve rendim edhe vazhdojmë, pse ku po shkojmë, përse ku po nxitojmë nuk e di. Nërsa bën të gjë me gjithë zemër, ti do të gjesh kënaqësi të madhe gjatë momentit, por edhe më vonë. Një ndryshim shumë i madh që është midis gjërave toksore dhe shpirtërore. Toksoret është për shembull nëse ti do të blesh një diçka të re, thua te ta kem edhe mezi pret që ta blesh. E bleve, aq ishte kënaqësi. Po me fjalët e Perëndisë ajo vazhdon edhe të jep një lloj paqe, të karikon ty shpirtërisht. Le mos të harrojmë që të karikojmë shpirtin ton edhe gjatë javës, por edhe të dielën bashkë si motra dhe vëllezër, si kisha e Zotit.